Është përuruar mes ditën e së dielës tuneli Thirr-Kalimash, vepra më e vështirë inxhinierike e rrugës Durrës-Kukës-Morin. Vepra është përuruar në mënyrë simbolike nga dy kryeministrat Berisha dhe Thaçi, të cilët në mes të tunelit kanë shtrënguar duart mes tyre. Ishte Berisha i pari i cili mbi një ekskavator në mënyrë simbolike ka shembull pengesën e fundit të tunelit, i cili pas prishjes së plot bashkoi dy kryeministrat. Berisha ka hyrë në tunel nga Thirra, kurse Thaçi ka përshkuar tunelin duke hyrë nga ana tjetër nga Kalimashi. Pas ceremonisë së inaugurimit të tunelit, Berisha dhe Thaçi përshëndetën gjithë të pranishmit. Tuneli është një vepër e kushtueshme, por duhet të theksoj se për një kombë dhe për njerëz kohumbur që jemi ne, çmimi i kohës është çmimi i të gjitha çmimeve. Ndaj dhe ky tunel kushton shumë më pak se sa koha e kalimtarëve në për të në një vit të vetëm. Sot ne vendosëm se nuk ka male, se nuk ka pengesa, se nuk ka asgjë që mund të ndaj, jo vetëm shpirtërisht, por as fizikisht, këtë kombë. Pavarësia Kosovës i jep kësaj rruge dimenzionin e plot të afrimit, është vetë kuptimi i autostradës. Është dalja Kosovës në det. Ne kemi qenë të ndarë me shekuj, por kur nuk kemi qenë larg njëri tjetrit. Gjithmonë kemi punuar për të afruar, gjithmonë kemi sakrifikuar për të afruar, dhe ja erdhi dita. Kosova është e pavarur, Shqipëria në NATO, tash ndërtojmë autostrada. Punimet në të dy tunelet e Kalimashit prej 5.6 km secili janë cilësuar si një nga pikat më kulminante të të gjithë projektit, për shkak të terrenit malor ku është ndërtuar ai. Shpejtësia e parashikuar për rrugën e re është 80 deri në 100 km/h. Nga 29 ura deri më tani janë përfunduar 25. Autostrada Durrës-Morin, 170 km e gjatë, do të lidh bregun e Adriatikut me kufirin e Kosovës dhe rajonin.